do të doja t'ju flisja pak për hijen dhe mërzin. Hija dhe mërzia. Sado që të mundohet, njeriu nuk mund t'i shpëtoj mërzisë dhe rutinës, madje mund t'i shpëtoj mërzisë dhe rutinës aq sa që mund t'i ikë hijes vetë. Kjo vjen në një stad moshe i cili ka të bëjë ndoshta me të qenurit më i pjekur dhe i ndërgjegjshëm, edhe këtu pa hap dy pika. Kur je i ri, shkon edhe e përdor halën e shtëpisë dhe nuk e vret mendjen shumë se sa të pastër e lë mbasi ke ikur. Sa më shumë që rritesh, aq më shumë jo vetëm që shikon mbrapa se ç'mundi ke bër, por madje përpiqesh edhe ta mbash sa më pastër sepse të tjerë breza do të hyjnë për të dhirë mbas teje. Në të njëjtën hale. Kjo shpjegon edhe gradën e ndërgjegjshmërisë dhe pjekurisë së vërtet qytetare. Ndërkohë që politika është pastruesi i hales dhe jo mbreti që shkon në këmbë. Cilësia e këtij pastruesi është ajo që shërben si katalizator për pastërtinë e hales. Dhe mos më thuaj që ke këto mendime haleje se dhe ti një mut si unë. Të gjithë jemi pastruesit e hales dhe kryepastruesi duhet jetë politika drejtuese. Me qëra fjala, këto mendime më erdhën në hale. Dhe ajo është haleja e ime, po aq sa që është dhe haleja jote. Mbajeni pastër halen ku jetoni.